Allahu Gjellëshanu, ajetet të para nga Kur'ani famlar, janë zbriti Muhamedit a.s. Përmes, si që thështë Mullah Jakupi rahmetullahi alej, për tjerit më të besueshëm, Gjibrilit a.s. janë zbriti 5 ajetet të para nga Kur'ani, e këto ajete janë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, leza me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo send, khalaqal insana min alaq, ajeti i dytë, krijoi njeriu prej një pike gjakut të ngjizur, Iqra wa rabbukal akram, përsëri leza se Zoti yt është më bujari, alladhi allama bil qalam, Allahu është ai që mësoi njeriu të shkruajë me pen, allama al insana ma lam ya'lam, mësoi njeriu për ato që nuk dinte. 5 ajete të para të cilat zbritën Muhamedit alayhi salatu wasalam janë këto 5 ajete që thrasin për lexim, për studim, për shkencë, për meditim, janë ajete të para nga Kur'ani famlar. Shtrohet pyetja, këto ajete zbritën fillimisht Muhamedit alayhi salatu wasalam, një njeri që nuk dinte shkrim dhe lexim. Komentatorët e Kur'anit kanë thënë se këto ajete kanë zbritur nga Muhamedi alayhi salatu wasalam, mirë po jo personalisht atij dhe vetëm atij, por kanë zbritur për gjithë muslimanët derisa të ekziston bota. Derisa të ekziston kjo jetë, këto ajete janë mesazhi i parë që muslimani duhet ta dinte në Kur'an. Cilat ajete kanë zbritur para? Ajete që thrasin për me lexu dhe me mësu. Të gjithë pejgamberët, vllazni, për Muhamedit alayhi salatu wasalam, kanë pas disa mrekullime anë të cilat kanë korë fitore, kanë triumfu. Për shembull, Musa alayhi salam ka pas një shkop, që kur e ka mujt ata, ajo shëndrun gjarëpër dhe i ka mujt ata magjistrat e kohës të tij. Nuhi alayhi salam, Zoti e ka mundu përmes tufanit me triumfu kundër armiqve të tij. Salihin alayhi salatu wasalam, Zoti e ka ndihmuar me eri, ka shpatruar armiqtë e tij. E Muhamedit alayhi salatu wasalam, cila është mugjizja dhe mrekullia e Muhamedit alayhi salam, është dituria. Sikur na thon Zoti Gjellëshanu se ma këto mrekullit e pejgamberëve të mëhershëm kanë marrë fund. Ka është një mrekulli përmes të cilës mund njeriu të triumfojë, mund njeriu të ecë përpara, mund njeriu të korë sukses dhe progres, e ajo është dituria dhe artimi. Vëllezër të nderuar muslimanë, surja e dytë që shpall Muhamedit alayhi salatu wasalam, a dini cila është surja Nun, në të cilën Allahu Gjellëshanu fillon ajetet e para. Nun wal qalami wama yasturun. Që do të thotë Nun, betohem në pendën dhe për atë që shkruaj. Betohem në pendën, në lasin vëllat Allahu dhe në atë që shkruaj. Një rreta dhe në fletët e fletores dhe në dorën e atij i cili është lasin. Historia e parë që përmendet në Kur'an, të nderuar vëllezër, është historia e Hazreti Ademit alayhi salatu wasalam, e cila fillon me këtë fjalë kur'anore. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allahu ja mësoi Ademit emrat e çdo gjëje. Historia e parë në Kur'an flet për Ademin dhe fillon me këtë fjalë. Allahu ja mësoi Ademit emërtimin e të sendeve dhe ta këzojnë me lache për këndaj. Ta kjo është letër, kjo është mikrofon, kjo është dru, kjo morë, kjo njeri, kjo së, kjo vesh. Allahu jam të Ademit alayhi salatu wasalam emërtimin e të sendeve. Pra, historia Ademit filloi me mësim, me studim. Pasandej, vëllezër të nderuar musliman, gjëja e parë që krijoi Allahu, a dini cila është latë. Gjëja e parë që krijoi Allahu, para të sendeve është latë. Thot Muhamedi alayhi salam, Allahu parën e krijoi latë. Dhe i tha shkruaj, tha çfarë më shkruaj Zot? Tha shkruaj çfarë do që të ndodhë deri ditën e Kiametit. Për gjithë ato ndodhi që ndodhin janë shkruar te Allahu Gjellëshanu. Fjala diturin Kur'an përmendet 224 herë. Emri i Zotit El-Alim, që do të thotë i gjithë ditur, përmendet në Kur'an 185 herë.
ndërsa fjala ilm, ditori në Kur'an përmendet 375 herë. Që të gjitha këto vëllezër të nderuar neve na bojnë me dije dhe na nxisin për me mësu dhe me studiu dhe më shumë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka marrë shumë të di që ka xhamat jashtë, ka thënë: "Bëhu i ditur ose arsimohu, derisa të bëhesh i tillë." E nëse nuk e mund ti më bëj i ditur, as më arsimu, atëherë ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Dëgjoj flasin të diturit, e mos të bëj katërti." Bëhu i ditur, nëse nuk je i ditur, insisto më bëhu i arsimuar i ditur, e nëse nuk e mund ti, atëherë dëgjoj flasin të diturit, e mos të bëj katërti, që të humbësh, që të pëtësh. E pyeti pejgamberin alayhis salam Hazreti Ali dhe i tha: "Kush do ky katër jo i dërguar i Allahut?" Pejgamberi alayhis salam tha: "Është ai që edhe nuk din, edhe nuk i pyet ata që din." Motori kryesor vëzni që e fut në lëvizje dhe e pajis me ditori nxënësin dhe studentin është një grup i njerëzve shumë të veçuar, të dalluar, me një respekt të madh nga aspekti fetare, kombëtar, njerëzor, ata janë mësuesit tanë, profesorët tanë, pedagogët tanë, nxënësve dhe studentëve të kësaj xhamie. Unë u apujtoj një porësi që del nga kjo fe. Ajo porësi është që mësuesve tanë, profesorëve tanë u kemi bërë shumë. U kemi bërë shumë dhe këtë bërë mund të apel vetëm nëse i respektojmë shumë edhe lutëmi për ta kur lutëmi edhe për prindrit tanë. Në u lutë për profesorët tanë, me të nëtojë zëtë, falë prindmi, falë edhe mësuesit e mi e kemi obligim të ta. Imam Shafiu dhe gjënjë djenë të ri të kësaj xhamie, nxënësa dhe studenta të nderuar, jo që e jetoni xhamien këtu, e jetoni rrugën të veni për xhami. Me ju është i kënaqur Allahu. Adhurimi ju ka dallim shumë për adhurimin e tyre të lejve që janë të me gjithë respektin për ta. Namazi i friut është sikur të dham banatën, e namazi i flakët është sikur të qiri ditën. Agjerimi i friut është shumë i vlerësëm të Allahu. Dhe gjënjë çfarë ka thënë imami shumë i respektuar, Imam Shafiu rahmetullahi alayh. Ai të ka qenë zënë, thëtë nuk kam pas guzim, të shpletoj fletat e fletores, në prezencën e mësuesit të kam qenë në klasë, nga frika se duke i shpletu fletat e fletores, unë e kryoj zhurëm, ajo zhurëm e shqetësën mësuesin tim. Rahmetullahi alayh. Me këtë diturit madhe, me këtë edukatë madhe, a i kam bri me kanë pe njerëzve që kur nuk harrohet e amneti. Imam Ebu Hanifja, imami i madh i mëdhëbit Hanefi, thëtë se ka qenë zënë, kam pas dita rrugisa me shtëpijës time dhe shtëpijës e mësuesit tim Hamadi. Hamadi ka qenë mësuesi Ebu Hanifja. Asnjëherë thëtë nuk i kam shri kam të mija në drejtim të shtëpijës e mësuesit tim, nga respekti që kam pas për ta. Të sjellemi mirë me mësuesit tanë, të i dëgjojmë ata, të i respektojmë ata, të i përshëndesim ata, ta dini vllazni të është obligim fetar. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: respektoni të diturit, sepse ata vazhdojnë misionin e pejgamberëve të Zotit. Muhamedi alayhi salam ka thënë: mua me ka dërguar Zoti mësues. Muhamedi alayhi salam ka thënë: mua me ka dërguar Zoti mësues, prandaj detyra e mësuesit është e shenjtë. Dhe pejgamberi ka thënë: kush respekton ata mësuesit, profesorët, ka respektu Allahun dhe të dërguarin e tij. Njëherë Imam El-Zaiu, kjo është tregimi i parafundit i kësaj hutbeje, pasi e mbaroi mësimin me nxënësit e tij, doli bashkërisht me ta dhe eci dikun 2 kilometra rrugë. Nxënësit i thanë: o mësuesi ynë, o imami ynë, mos të mundon me neve me ecë të je moshuar dhe ndoshta nuk mund të qëndrosh. Ai u përgjigj: vallahi nuk di që ka njerëz më të dashur se Zoti se sa jo. Ndoshta vetë ta.
di që ka